Këto janë fiks veset e një dhjakësi që dhunon ata poshtë vetes dhe ju lëpin bëthën çfarë ka frikë e sipër vetes. Një burr i vogël dhe spurdhjak që bëri humor në Kopenhagen që të duke interesant me idenë që nuk do ta merrnin vesh të tjerët dhe pastaj hoqi pantallonat deri te këmbët dhe po pret çfarë do të bëjë presidenti Trump. Ky lloj karakteri funksionon vetëm me parimin e servilit përshtir ndaj botës dhe harbutit ndaj shqiptarëve. Ky zbaton parimin që bëni çfarë të doni me Shqipërinë e më lini të bëj çfarë të dua me shqiptarët. Prandaj Jurikimit i jep 100 milion euro nga anijat Rangal të Bangladeshit, ku patjetër ka pjesë dhe Karavi dhe Blinken, Jared Kushnerit i jep Sazanit, Emirateve të Bashkuara Arabe ju jep portin e Durrësit, kinezëve naftën e Bankersit, Erdoganit 60 milion euro të tunelit të Llogaras. Tony Blairit i dha 2 vjet doganat dhe rrogë si këshilltar prej 12 vitesh. Shakaxhi i madh ky shejtan që i mendon gjithë si aguridhja e Italis Meloni, që heri ulet në gjunjë, heri lidh shall në qafë si kapistër. Hë pra burr spurdhjak pse bëre shpjegim për shakan ndaj Trumpit. Dil pra thuaj që po u talla, se kam zakon që talle me të gjithë, nga që jam shumë superior, se kam aq lek sa i blej të gjithë.